Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na presin, çfarë surpriza dhe energji do na sjellin letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e martë, 25 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Dashi, letra e tarotit për këtë të martë dash, të dashuruarit e përmbysur. Kjo letër flet për marrëdhëniet, zgjedhjet dhe harmoninë, por në pozicion të përmbysur mund të tregojë një mospërputhje emocionale ose vlerash. Këtë të martë mund të ndjesh një konflikt brenda vetes, ndoshta zemra jote dëshiron një gjë, ndërsa arsyeja të thotë diçka tjetër, ose mund të kuptosh se një person pranë teje nuk i sheh gjërat në të njëjtën mënyrë si ti. Mos përpik ta detyrosh një marrëdhënie të funksionojë vetëm nga frika e humbjes. Letra të këshillon të shikosh me ndershmëri nëse kjo lidhje mund të përmirësohet, apo nëse ka ardhur koha të lësh diçka pas. Dashi, jo çdo ndarje është humbje dhe jo çdo vështirësi është fundi. Besoj i zemrës, derisa të ky po ndodh dhe zgjidh atë që është në përputhje me ty. Demi, letra e tarotit për 25 gusht dem, 3 pentakulat, një letër që lidhet me bashkëpunimin, punën e ekip dhe njerëzit që mund të luajnë një rol të rëndësishëm në rrugëtimin tënd. Këtë të martë mos përpik të bësh të gjitha gjërat vetëm. Shiko përreth dhe vëre se kush është në të vërtet në anën tënde dhe kush është i gatshëm të mbështesë. Mund të ketë njerëz pranë teje me aftësi, njohuri ose këshilla që mund të të ndihmojnë shumë më tepër nga sa mendon. Nëse ndihesh i pasigur për një vendim, mos ki frikë të kërkosh ndihmën dhe mendimin e dikujt që ka më shumë përvojë. Një bashkëpunim mund të sjellë edhe një mundësi të re që nuk e kishe planifikuar. Dem, 25 gushtit të kujton se nuk e të ta ndërtosh diçka vetëm. Hap syt, lehtëso njerëzit që ke pranë dhe lejoj ata të të ndihmojnë të arrish më lart. Binjakët, letra e tarotit për të martën binjak, temperanca, një letër që sjell mesazhin e ekuilibrit, durimin dhe harmonisë. Kjo është një ditë për të mos reaguar me nditim, sidomos në situata ku emocionet mund të jenë të forta. Mund të ndihesh sikur duhet të marrësh menjëherë një vendim ose të zgjedhësh mes dy rrugëve, por temperanca të këshillon të marrësh frymë dhe të japësh vetes kohë, jo çdo gjë duhet zgjidhur brenda një dite. Në marrëdhënie kjo letër të fton të gjesh gjuhën e përbashkët dhe të mos lejosh keq kuptimet të krijojnë distancë. Në punë ose në planet personale, ec me hapa të matur dhe mos përpik të bësh të gjitha një herësh. Binjak, 25 gushtit të kujton se ekuilibri është fuqia jote. Kur nuk nxitohesh dhe i lejon gjërat të vendosen natyrshëm, përgjigjja që kërkon mund të vijë shumë më lehtë. Gaforia, letra e tarotit për këtë të martë gafore, mbretëresha e pentakulave e përmbysur. Kjo letër lidhet me sigurinë, parat dhe kujdesin për veten, por në pozicionin të përmbysur mund të tregoj se po i kushton shumë energji të tjerëve dhe po haron nevojat e tua. Këtë të martë mund të ndihesh e shqetësuar për financat ose për një çështje materiale që nuk është e qëndrueshme sa do të doje. Mos merr vendime vetëm nga frika. Shiko me qetësi situatën dhe kontrollo ku po shkojnë parat dhe energjia jote. Në marrëdhënie, letra të kujton të mos japësh gjithmonë më shumë nga sa merr. Kujdesi për të tjerët është një nga cilësitë tua më të bukura, por edhe ti ke nevojë për mbështetje, pushim dhe siguri. Gafore, 25 gushtit të kujton se nuk mund të kujdesesh për të gjithë nëse haron veten. Vendos ekuilibër, ruaj energjinë dhe mos ki frikë të vendos një kufi. Luani, letra e tarotit për 25 gusht luan, forca. Një letër që lidhet me guximin, vetkontrollin dhe fuqinë e brendshme. Kjo ditë nuk të kërkon të provosh se sa i fortë je duke përballur me të tjerët, por duke mësuar të kontrollosh emocionet dhe reagimet e tua. Mund të përballesh me një situatë që të provokon ose të detyron të vendosësh kufi. Instinkti yt mund të jetë të reagosh menjëherë, por letra e tarotit, forca, të këshillon të ndalosh për një moment dhe të zgjedhësh qetësinë. Në dashuri dhe marrëdhënie, butësia mund të ketë më shumë fuqi se sa presioni. Mos u përpiq të kontrollosh njerëzit ose rezultatet, trego atë që ndjen, por ruaj dinjitetin dhe vetbesimin. Luan, 25 gushtit të kujton se forca e vërtet nuk është të fitosh çdo debat, është të dish kur të flasësh dhe kur të heshtësh, edhe kur të ecësh përpara me kokën lart. Virgjëresha, letra e tarotit për 25 gusht virgjëresh, Heremiti, një letër që lidhet me reflektim, mençurinë dhe nevojën për të dëgjuar zërin e brendshëm. Kjo ditë mund të të bëjë të dëshirosh pak qetësi dhe distancë nga zhurma e njerëzve përreth. Ndoshta ke shumë pyetje në mendje dhe kërkon përgjigje nga të tjerët, por Heremiti të kujton se përgjigjja që të duhet mund të jetë brenda teje. Mos u ndje keq nëse dëshiron të rish pak vetëm. Ky nuk është izolim, por një mundësi për të kuptuar më qartë se çfarë kërkon.
Në dashuri, mund të kuptosh se duhet të mendosh mirë për një marrëdhënie përpara se të marrësh një vendim. Në punë, mos u nxito të ndjekësh mendimin e të tjerëve, beso te përvoja dhe intuita jote. Vigjeresh 25 gushti të kujton se ndonjëherë duhet të largohesh pak nga zhurma për të dëgjuar të vërtetën. Qetësia që kërkon mund të të japë përgjigjen që ke pritur. Peshorja, letra e tarotit për sot peshore, drejtësia. Një letër që lidhet me të vërtetën, ekuilibrin dhe pasojat e zgjedhjeve tona. Kjo ditë të kërkon të shohësh një situatë ashtu siç është, pa e zbukuruar dhe pa lejuar emocionet të ndikojnë në gjykimin tënd. Mund të përballesh me një vendim ku duhet të zgjedhësh mes asaj që dëshiron dhe asaj që është vërtet e drejtë për ty. Nëse dikush nuk ka qenë i sinqert me ty, faktet mund të dalin e dritë. Mos u nxito të reagosh. Dëgjoj, vëzhgo dhe mendo me qetësi. Në dashuri, drejtësia të kërkon barazi. Një marrëdhënie duhet të ketë respekt dhe përpjekje nga të dyja palët. Në punë ose financa, kontrollo dokumentat, marrëveshjet dhe detajet përpara se të japësh një përgjigje. Peshore, 25 gushti të kujton se e vërteta mund të mos jetë gjithmonë ajo që dëshiron të dëgjosh, por ajo të ndihmon të marrësh vendimin e duhur. Mbaje ekuilibrin dhe beso te drejtësia. Akrepi, letra e tarotit për 25 gusht akrep, vdekja. Mos u trem nga emri i kësaj letre, sepse ajo zakonisht nuk flet për vdekje fizike, por për në fundin e një cikli dhe fillimin e një transformimi të ri. Këtë të martë mund të kuptosh se një situatë, marrëdhënie apo mënyrë e vjetër të menduari nuk mund të vazhdojë më. Mund të jetë e vështirë të lësh pas diçka që dikur kishte shumë rëndësi për ty, por letra të tregon se po krijohet hapësirë për diçka më të mirë. Mos u kap pas të kaluarës, vetëm nga frika e të panjohurës. Ndryshimi mund të të duket i frikshëm në fillim, por më vonë mund të kuptosh se pikërisht ajo që të duhej. Akrep, 25 gushti është një pikë kthese, lëre të vjetër të largohet me qetësi dhe mos ki frikë nga kapitulli i ri që po hapet. Shigjetari, letra e tarotit për sot shigjetar, 8 shkopinjt. Një letër e lëvizjes së shpejtë, lajmeve dhe zhvillimeve që mund të ndodhin papritur. Pas një periudhe kur gjërat mund të kenë ecur ngadalë, tani situatat fillojnë të marrin ritëm. Mund të marrësh një telefonat, mesazh ose një lajm që ke pritur prej kohësh, një çështje pune, udhëtimi apo marrëdhënieje mund të fillojë të ecë shumë më shpejt nga sa e kishe menduar. Megjithatë, mos lejo që ritmi i ditës të bëjë të veprosh pa menduar. Përdore këtë energji në favorin tënd, por kontrollo detajet përpara se të japësh një përgjigje përfundimtare. Shigjetar, 25 gushti sjell lëvizje dhe lajme. Ajo që duke je bllokuar mund të fillojë papritur të ecë përpara. Mbaje mendjen të hapur dhe bëu gati për mundësinë që po vjen. Bricjapi, letra e tarotit për 25 gusht, mbreti i pentakulave Bricjap, një letër shumë e fuqishme për stabilitetin, financat, punën dhe suksesin afatgjat. Kjo letër të kujton se ajo që ndërtohet me durim ka shumë mundësi të zgjas. Mund të jesh duke menduar për një vendim financiar, një projekt pune ose një investim në të ardhmen tënde. Mos kërko rezultatet e menjëhershme, përqendro te ajo që është e qëndrueshme dhe e sigurt. Nëse dikush e kërkon një këshill, mund të jesh pikërisht ti, personi që sheh situatën më qartë. Në dashuri, letra sjell nevojën për siguri dhe një marrëdhënie ku fjalët shoqërohen me vepra. Bricjap, 25 gushti të kujton se suksesi i vërtet nuk dëtohet brenda natës. Vazhdo me durim, beso te përvoja jote dhe mos sakrifiko stabilitetin për një fitim të shpejtë. Ujori, letra e tarotit për 25 gusht ujor. Ylli, një nga letrat më pozitive të tarotit. Ajo sjell shpresë, frymëzim, shërim emocional dhe besim në të ardhmen. Nëse kohët e fundit ke kaluar një periudhë pa sigurie ose ke pyetur veten nëse je në rrugën e duhur, kjo letër të kujton se nuk e humbur drejtimin. Mund të mos i shohësh ende të gjitha rezultatet, por je duke ju afruar një etape më të qetë. Në dashuri, ylli sjell sinqeritet dhe mundësi për të rikthyer besimin. Në punë dhe në planet personale, një ide që e ke mbajtur në mendje mund të fillojë të duket më e realizueshme. Ujor, 25 gushti të kërkon të mos heqësh dorë nga ëndrat e tua, edhe nëse rruga nuk është ende e qartë, mbaje shpresën gjallë, sepse një mundësi e re mund të jetë më pranë nga sa mendon. Peshqit, letra e tarotit për këtë të martë, mbretëresha e kupave peshq, një letër që lidhet me intuitën, emocionet, ndjeshmërinë dhe mençurinë e zemrës. Këtë të martë mund të ndjesh më shumë se zakonisht energjinë e njerëzve përreth. Mund të kuptosh kur dikush nuk po të tregon të gjithë të vërtetën, ose kur një situatë nuk të duket emocionalisht e pastër, mos e injoro atë ndjesi. Megjithatë, kujdesi të mos marrësh mbi vete problemet e të tjerëve.
Mund të jesh një person shumë mbështetës, po nuk është përgjegjësia jote të rregullosh gjithçka për të gjithë. Në dashuri, letra sjell mundësi për një bisedë të ndershme dhe emocionale. Nëse je beqar, intuita mund të të tregojë se kush të afrohet me qëllime të sinqerta. Pesht, 25 gushti ju kujton se ndjeshmëria është një forcë. Dëgjoj zemrën, por vendos dhe kufi. Jo çdo emocion që ndjen është i yti për ta mbajtur. Ky ishte leximi i letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e martë, 25 gusht 2026. Na lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe. Ju faleminderit.